vëllau im, të lutem më beso. Më beso se pashallah kjo fjalë shumë e rëndë peshojën e Allahut. O, ndoshta atë ditë në ditën e mahsherit të duhet bëj një elhamdulillah, ndaj thuaj vazhdimisht elhamdulillah. Falenderoj Allahu xhallahu ala në të gjitha gjendjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dhe fjala elhamdulillah e mbushën dhe e stërmbushën mizanin dhe peshojën e Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit. Andaj që nga momentet e hershme të mëngjesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohej thonte elhamdulillah. Alladhi ahyana ba'da ma amatana. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na ngjalli pasi që ishim të vdekur. Kur vinte momenti i gjumit, thonte elhamdulillah. Alladhi at'amana wa saqana, i cili na ushqeti dhe na dha pije dhe na dha venstrehim, sa për njerëzve nuk ka venstrehim. Sa herë që hante bukë thonte elhamdulillah. Bile e bukur edhe e çuditshme o vallahu im është sa i në çdo kafshat thonte elhamdulillah. Ai alayhi salatu wassalam një pikë ujiti që e pinte thonte elhamdulillah. Pikën e dytë elhamdulillah. Të tretën elhamdulillah. Çdo kafshat që e hante, ai thonte elhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Kur e godite një e mirë në jetë thonte elhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah pra, që me mirësinë e tij plotësohen të mirat. Kur e godite një sprovë në jetë thonte elhamdulillah. Ala kulli hal, falënderime dhe elhamdi dhe elhamdulillah i takon Allahun dhe të gjitha gjendjet subhanahu wa taala.